Një aksioni përbashkët i policisë dhe inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në qytetin e Vlorës i organizuar për lirimin e hapësirave publike nga bizneset që zënë vend në mënyrë të palishme u shoqërua me një incident të dhunshëm duke nxjerrë në pas sfidat e zbatimit të ligjit në terren. 3 persona, Irfan Dalipaj, 58 vjeç dhe 2 djemtë e tij, Drisel, 27 vjeç dhe Fabio, 23 vjeç, kundërshtuan ndërhyrjen e inspektorëve për prishjen e tendave dhe ushtruan dhun ndaj drejtorit të IKMT-s dhe inspektorit që e shoqëronte. Përplasja përfshill dhe 2 efektiv të policisë të cilët ndërhyjnë për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Në përpjekje për të rikthyer rendin dhe për të ndaluar dhunën, njëri prej policëve përdori armën e shërbimit duke qelluar në ajër, një masë e cila nuk shkaktoi lëndime. Autoritetet nënvizojnë se përdorimi i armës në këto kushte ishte detyruar për të parandaluar përplasjen fizike më të rëndë dhe për të siguruar mbrojtjen e stafit të IKMT-s dhe qytetarëve. 3 persona janë ndalur dhe po procedohen penalisht për përfshirje në konflikt dhe dhunë ndaj punonjësve të institucionit dhe policisë. Policia dhe IKMT theksojnë se aksioni për lirimin e hapësirave publike do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke ruajtur rendin dhe sigurinë e qytetarëve dhe se nuk do tolerohet asnjë formë dhune ndaj punonjësve që kryejnë detyrën.